ku kishte dalë fjala se gazeta shtypeshin nga UDB-ja. Qenë ka një fantazi. Po I referohem dosjes suaj të sigurimit të shtetit, zoti Kelmendi. Se si është dhënë informacion në lidhje me qarkullimin e gazetave nga radhët, se si që shkruhet të kosovarëve në Gjermani e Belgjik, e ku kishte dalë fjala se gazeta shtypeshin nga UDB-ja. Citoj faqen 25 të dosjes, ku thot kështu. Që, zotëri Kelmendi, po flasim për këtë dosje, për këtë faqe, po e citoj, zotëri Kelmendi. Tha se kanë filluar të qarkullojnë disa gazeta nga radhat e kosovarëve në Gjermani e Belgjik, që nxirren nga grupe komuniste si Gazeta Bashkimi, Liria dhe një emër tjetër. Ndër kosovarët qarkullojnë fjalë se këto janë gazeta që shtypen nga UDBA, se ajo ka organizuar grupe të tilla që të akuzojnë një ditë Shqipërinë për ndërhyrje në punët e brendshme të Jugosllavisë e që të prishin marrëdhëniet që janë sot midis Shqipërisë dhe Kosovës. Ai vetë tha se Gazeta Bashkimi del në Frankfurt nga disa kosovarë që nuk bëjnë asnjë punë dhe që mbahen me të ardhurat që marrin nga UDBA e Prishtinës. Kjo deklarat është bërë në vitin 1980, më saktësisht me datën 6 dhjetor 1980. Cila është e vërteta rreth kësaj, zotëri Kelmendi? Qenë ka një fantazi e shpifur. E vërteta është se ne atëherë kemi botuar Bashkimin, Lajmëtarin e Lirisë, Lirin dhe së fundmi në nëntor 1981 edhe Zërin e Kosovës si organi I lënë ÇKVSH-s. Komenti im shkurt të shqip, këto shpifje qenë ka fragment tipik I luftës speciale, diversioniste që ka bërë atëherë UDB-ja kundër nesh.